Prizreni është në mesin e një betejë politike për zgjedhjen e kryetarit. Për lëvizjen vetëvendosje kandidon Artan Abrashi, një ish-deputet që premton për një qytet më të mirë. Por historia e tij me qytetarët e Prizrenit nuk fillon me premtime, ajo nis më herët në Kuvendin e Kosovës, aty ku Abrashi ka pas një raport jo fort korrekt me karburantin. Gjatë mandatit të kaluar si deputet, ai përgjatë 2 muajve mori kompenzime mujore për karburant, me arsyetimin se udhëtonte për në seancat e Kuvendit nga Prizreni në Prishtinë. Deri këtu, asgjë e jashtëzakonshme. Por sipas një holuptimi të Kanal 10, në 2 muaj, nëntor dhe dhjetor të vitit 2021, deputeti i vetëvendosjes ka marrur 690 euro për karburant. Problemi është se Abrashi nuk ishte deklaruar asnjë autovetur personale. Mjafton të shohim deklarimin e pasurisë për të kuptuar se ai nuk ka pasur asnjë mjet motorik. Pra kemi një deputet që paguhet për karburantin e një makine që nuk ekziston. Artan Abrashi ka marrë parë për naftë, din ke qytetarët e Prizrenit dhe s'ka pas makinë. Por nëse ka marrë makinën ndonjë të afërmit, ndoshta ka lëvizur me të gjatë atyre 2 muajve, edhe këtu llogarit nuk po na dalin, ndaj ja u sqarojmë. Mes Prishtinës dhe Prizrenit janë 62 kilometra distancë. Sipas publikimit të faqes së Kuvendit të Kosovës, gjatë muajve nëntor dhe dhjetor 2021, periudha kur Artan Abrashi i ka marrë nga buxheti i Kuvendit të Kosovës 690 euro, janë mbajtur 7 seanca, që i bie se për 2 muaj ka pasur 7 rrugë ardhje, 7 rrugë vajtje, Prizren-Prishtinë, Prishtinë-Prizren. Çmimi i naftës në Kosovë në atë periudhë ka qenë 1,40 euro për litër, pasi çmimi ishte rritur pas periudhës së pandemisë Covid. Llogaritja është e tillë që nëse makina ka konsumuar 5 litra në 100 km, për afërsisht i bie të jenë shpenzuar 61 euro për 7 herë vajtje e ardhje, në total 868 km. Nëse ka konsumuar 6 litra për 100 km, i bie 73 euro dhe nëse ka konsumuar 7 litra për 100 km, i bie 85 euro në total. Pra në 7 udhime vajtje ardhje, ish-deputeti supozohet të ketë shpenzuar jo më shumë se 100 euro. Mund të themi që gjatë kësaj periudhe ka bërë edhe po aq udhime drejt Prishtinës, për arsye pune, po bëhemi tolerant dhe po vendosim në total 200 euro. Po shumë tjetër prej gati 500 euro, ku ka përfunduar? Jam shumë kërreshtare me ti, çfarë ka ndodhur me naftën që e ke marrë përderisa s'ke pas makinë? Ku e ke dërguar ata, nëse bën një zgjerim? Çdo deputet i Kuvendit të Kosovës ka do të thotë si privilegj këtë punë, por sepse jemi atakuar ne pikërisht për këtë temë nuk e di, do thotë, se me më merren, shihet qartë që keni ardhur këtu me tendencë, dukshëm jeni të porositur. Nga kush jemi të porositur që ta dim edhe ne të luta? Po tash jeni të porositur, ti s'u tregon as unë s'u do më tregu. Nëse është kjo një formë e presionit, Si punon sot regjimi i Shashir Totaj, duke i vënë në prit kandidatët kundër kandidatët. A është kjo se si ti qua nga Nuk do të bijem prej e këtyre farë sabotajë. Unë nuk do bi prej e këti presionit, unë nuk do bi mos me prek. Nëse nuk është një gjë e vërtet, pse duhet me u acarua shumë. Pse gjithë kjo acarem, sa që edhe me më ofendu. Po dhe ka me qenë, edhe qytetori ka me votu. Për shumë mirë. Në vend që të jap llogari për paratë e shpenzuara, kandidati Abrashi po kërkon besimin nga qytetarët e Prizrenit. Që si deputet edhe shka një blok 50 litra la, 100 litra la, dhe përfitu të njëri që atyre qysh një besu, popri ose qysh një besu që një pisjenu. A mund të besohet një kandidat që nuk ka transparencë? Qoftë edhe për shumë ma ka shte vogla?